Nëse pini ujë me limon çdo mëngjes për një javë, nuk do ta besoni çfarë i ndodh trupit tuaj. Shumë njerëz janë tifoz të mëdhenj të limonit, i cili përdoret në shumë gjëra në jetën tonë të përditshme. Jo rrallë kemi raportuar se çfarë ndodh nëse pini ujë me limon me mjaltë çdo ditë për një vit, dhe rezultatet janë vërtet fantastike. Por t'ju bindur më shumë, do të fillojmë që nga dita me konsumin e ujit me limon në mëngjes. Do të listojmë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i kësaj pije në mënyrë të përditshme. Bën mrekulli për aparatin tuaj tretës. Shpeshherë thuhet se një sistem i shëndetshëm i tretjes është çelësi gjithashtu për shëndetin e mirë. Limoni është një burim i rëndësishëm i një fibre e cila është nevojshme për shëndetin tuaj tretës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kështu që një gotë me ujë me limon çdo mëngjes vepron si një pastrues i sistemit tuaj tretës, duke eliminuar kështu mbeturina të ndryshme që veprojnë edhe duke bllokuar akumuluar më shumë probleme në konstipacion. Uji me limon në mëngjes mund të jetë një alternativë shumë e mirë për personat që kanë probleme me tretjen. Shtimi i ujit me limon në dietën tuaj mund të jetë një lehtësues shumë i mirë i situatave, sidomos edhe kur keni mungesë hidratimi. Sheku i përpara se të dilnin pijet energjike, uji me limon është një trajtim shumë i mirë kundër dehidratimit dhe komplikacioneve të tij. Ndaj, përfshirja e ujit me limon në dietën tuaj mund të jetë alternativa më e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Kur ushtroni dhe humbisni elektrolite, pra minerale përfshirë kalium dhe sodium përmes djersës, dhe përderisa jeni të drobitur, përfshirja e ujit me limon në dietën tuaj do ju rihidratoj. Shtimi i disa fetave me limon në ujë do të përshpejtojë procesin e ribalancimit të elektroliteve në trup, gjë që është shumë e rëndësishme sidomos në situatat kur keni humbur shumë djersë. Uji me limon është një alternativë shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin tuaj të syve. Limonët janë të paketuar me shumë vitaminën C dhe antioksidantë të tjerë, të cilët punojnë së bashku për të formuar një efekt mbrojtës edhe për kataraktën e syve. Ndaj, përfshirja e ujit me limon në dietën tuaj do të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër degenerimit dhe gjithashtu në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Ekspertët tregojnë se uji me limon është miku më i mirë i shëndetit të mëlçisë. Të kesh një mëlçi të shëndetshme është gjëja më e mirë që mund të bësh në përgjithësi. Prandaj, përfshirja e ujit me limon në dietën tuaj mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve, pasi do të ndihmojë në pastrimin më të mirë të mëlçisë dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Sigurohuni të përfshini ujin me limon në dietën tuaj, çka do të nxjisë një tretje më të mirë dhe gjithashtu një mëlçi më të pastër. Ekspertët vazhdimisht sugjerojnë përfshirjen e ujit me limon në dietën tuaj të përgjithshme, duke lehtësuar edhe këto komplikacione, të cilat lidhen vazhdimisht edhe me shëndetin e dobët të mëlçisë. Uji me limon është alternativa më e mirë ushqyese që mund të ndërmerrni në dobi të organizmit tuaj, çka do t'japë rezultate efektive edhe në rigjenerimin e tij. Limoni është një hidratues shumë i mirë i cili do t'japë rezultate mjaft të mira edhe në lehtësimin e komplikacioneve tuaja. Lëngu i limonit përmban rreth 5% acid i cili jep frutit shijen e tij të thartë dhe pH 2 deri në 3 shkallë. Kjo do ta bëjë gjithashtu lëngun e limonit më të lirë dhe është i gatuar në receta të ndryshme lehtësuese për organizmin. Limonët përdoren si bazë në shumë produkte kozmetike dhe mbi të gjitha ato njihen për efektet e tyre në lehtësimin e problemeve të lëkurës. Nëse doni të përshpejtoni edhe humbjen e kilogramëve tuaj, atëherë uji me limon mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Përgatitja e ujit me limon në dietën tuaj mund të përdoret sipas nevojave tuaja ditore, gjithashtu edhe kundër komplikacioneve të trupit. Uji me limon do të ofrojë përfitime të larmishme për shëndetin. Lëkura e një kokre limoni përmban më pak se 25 kalori,
E njëjta sasi është e pasur me kalcium, kalium, gjithashtu vitaminën C, vitaminën B dhe fiber. Të gjithë këto ushqyes do të ndihmojnë në gjallërimin dhe mirëmbajtjen e sistemit tuaj imunitar më të mbrojtur kundër toksinave. Kësaj organizmi është më i ndjershëm dhe më i mbrojtur kundër infeksioneve. Për më tepër, limoni ka veti të mira antiseptike dhe të cilat do të ofrojnë një plotësim mjaft të mirë për personat të cilët kanë edhe probleme me shëndetin e tyre të zemrës. Për më tepër, limoni ka efekte të mira kundër komplikacioneve të rrahjeve të çrregullta. Përfshirja e ujit me limon në dietën tuaj do të mbrojë trupin kundër infeksioneve. Limoni është një burim i jashtëzakonshëm i vitaminës C që mbron trupin pavarësisht mangësive të sistemit imunitar. Limoni është një burim i shkëlqyer i acidit citrik, kaliumit, kalciumit, fosforit dhe magnezit. Minerale këto shumë të rëndësishme në aktivitetet tuaja dhe gjithashtu në mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Falë këtyre vlerave, jo vetëm pirja ujit me limon të vakët, por mund të parandalojë gjithashtu rritjen e bakterieve në organizëm dhe të përmirësojë shëndetin tuaj. Uji me limon do të rregullojë pH-in dhe detoksifikimin më të mirë të trupit. Pirja e ujit me limon në dietën tuaj do të ndihmojë në mbarvajtjen e niveleve të pH-it në organizmin tuaj. Nëse e pini këtë lëng në mëngjes, do të përshpejtoni pastrimin e organizmit nga toksinat. Sistemi juaj tretës gjithashtu do të përfitojë ndjeshëm nga pirja e ujit me limon në mënyrë të rregullt në dietat tuaja. Pirja e rregullt e ujit me limon do të jetë një mundësi e shtuar për sistemin tretës që të kryejë punën e saj në mënyrën e duhur. Pirja e ujit me limon do të zbusë simptomat e urthit dhe ndihmon gjithashtu në prodhimin e lëngjeve tuaja tretëse. Për më tepër te limoni është shumë mirë që të përfshihet në dietën tuaj, pasi është efikas edhe kundër problemeve të zorrës së trashë dhe shërben si një efekt antibakterial shumë i fuqishëm. Truri, mëlçia dhe lëkura juaj gjithashtu do të përfitojnë në ndjeshëm nga pirja e ujit me limon në mënyrë të rregullt në përditshmëri. Përveç ndihmës që ofron kjo pije kundër problemeve të ftohjes, uji me limon do të ndihmojë në rigjenerimin e organizmit tuaj dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse jeni një person që doni të keni një mbrojtje më të mirë të shëndetit, të keni një mëlçi më të pastër, një lëkurë më të shëndetshme dhe një tru më të fuqishëm, atëherë pirja e ujit me limon çdo ditë në dietën tuaj mund të jetë një nga alternativat më të mira ushqyese që mund të ndërmerrni në dobi të shëndetit dhe jo vetëm, citon Step to Health. Përfshirja e ujit me limon në dietën tuaj do të jetë një mundësi shumë e mirë për të rritur hidratimin e organizmit. Uji është një nga pijet më të mira hidratuese, por disa njerëz nuk e pëlqejnë shijen e tij të vetme, dhe shtimi i limonit në përbërje të tij do ju bëjë që të konsumoni më shumë lëngje gjatë ditës, siç është uji, që do ju ndihmojë gjithashtu edhe të jeni më të hidratuar, sidomos pas aktiviteteve tuaja fizike që mund të keni. Është e rëndësishme që përfshirja e kësaj pije në dietën tuaj t'i jap më shumë element të vitaminës C. Agrumet të tilla si limoni kanë efekte mjaft të mira të vitaminës C, antioksidant kryesor këto që të cilët do të ndihmojnë në lehtësimin e komplikacioneve dhe gjithashtu në rritjen e vlerave të trupit. Nëse jeni një person që doni të përfitoni në maksimum nga vitamina C, uji me limon është një alternativë shumë e mirë që mund të shtohet fare lehtë në dietat tuaja të përgjithshme. Uji me limon do ju ndihmojë në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Ulluntimet kanë treguar se antioksidantët polifenol, që gjenden me shumicë tek limoni, zvogëlojnë gjithashtu shtimin në peshë. Megjithatë, është e rëndësishme që ta përfshini atë në dietën tuaj në formën e duhur dhe të mos e teproni, në mënyrë që ndikimet e saj të jenë më të plota dhe gjithashtu edhe më të fuqishme. Përfshirja e ujit me limon në dietën tuaj do të ofrojë mbrojtje më të mirë për shëndetin e lëkurës. Vitamina C që ndodhet te limoni zvogëlon rrullat e lëkurës si pasojë e plakjes dhe gjithashtu problemeve që mund të shkaktohen edhe nga ambientet e jashtme. Siguroni ta konsumoni si duhet për të marrë vlerat e duhura. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.